Mirë mëngjesi, kryetar, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, kryetar. Kënaqësi e veçantë ju kam drejt për drejt, jam Arben Ahmeti, drejt për drejt nga kanali. Arben, çështja e mirë. Që kryetar tu mundu me gjetë një president konsensual, mu kujtove, thash. Ja, nuk kam pretendime për president. Vazhdon me qenë peja, deri në 2025. Ja, kryetar në komunën e Pejës edhe penzion me shkupi qëtujt. Deri në 2055, në? 54, të lem një vjetë me shku bëllim të ram pension, kështu të meritum, Arben. Okej, qartë. Si po shkojnë punët, kryetar, si shkojnë qeverisë? Paj mirë me të largët përgjithshme, Arben, që shtu të jam bajt halin kretë Kosovës e mandej, kretë Balkanit e mandej, kretë Evropës e mandej edhe të votës e të imbajt shpit kretë. Të gjitha? Edhe këstu po shumë komunë të Pejës, me së problemet me shpetar, mi a hek një bander, mi a ndres një mur, mi a bo një bunar që shtu. Pse po merresh me botën, kryetar, kur peja është veçmas, është e veçantë burë. Kur merresh me peje, ma te mundesh me kretë më marrë. Sakt, këtë ta them edhe unë nga përvoja, po mendoj. Këtë mund ta nënshkruaj që thon kështu. Aja është si me ustru, bodybuilding. Po arrite me menaxhu pejan, të menaxhon kretë botën pa problem. Megjithatë, besoj që e meritoj me mauru rezultatin e mbrëmshëm të bashkimit, shkuam në finale në Prizreni. Ja, urime. Zdi që ka ndonë një varë problemi aty, dishka me publiken, po nuk e di, po... Problemi ka qenë herën e kalum, mbrëm ishte pa problem. Pa problem, kryetar, pa problem. Hajde. Mirë, me interesan kam një pyetje për shkollën, më thonë që është duke u ndërtuar që një kohë të gjatë pak Vaso Pa Shkodrani, objekti i ri. Thonë që 5 vite është i gatshëm objekti, po nuk po kalojnë zënë, si çfarë po ndodh aty pak? Jo, është problemi, vjetë ka qenë i gatshëm objekti, me gjithë se nuk e ka pas alat përfundum pranimin teknik e këto. Shketër i kemi ofër pranimin teknik, po nuk mundë mu lidhë në rrymë. Kjetë si ka kërku një trafo të veçantë për atë shkollët, dhe mandej kemi ndu me lidhë në trafon që e kemë përpara është një trafo e qervës aty që është edhe lagjës. Ta shkolla është me destinim special edhe duhet me pas edhe trafon e veçantë. Ne kem do bugjetin edhe po besoj brenda 2 mujve 3 nëse mujnë me kry procedurat të trimit për me qitë një trafot në oborin e shkollës. Vaso Pasha e cila ka me shumë vetëm shkollës. Ajo ndodh me shumë projekte kjo kërkesa, kryetar? Ajo ndodh me shumë projekte të reja kjo kërkesa për trafo të rese? Ka një kost të shtesë ajo realisht? E kemi prej kecit edhe për shkollën Vitomeris. Për qerdhe në Vitomeris, tash kemi bo një marrëveshje mirë kuptimi si na këtë vjetë me mujtë me siguru për shkollën në Vitomeris një si trafo diku dhe 30.000-35.000 euro, po është një trafo njëra të oblinga që duhet për me vendosë si pas kushtëve që për kërkon keci. Atëherë në vitin 26 për me mujtë mandela për qerdhe që kemi të rejtë ndërtume me bashkimin evropian në Vitomeris. Mirë, ku jeni duke punuar, si po shkojnë punët në Shesh, do të përfundojnë në afate, ka ndonjë? Po, besoj që jemi të u angazhu maksimalisht që dyqanet me u kry brenda mujit maj bilem punë të vrashta të dyqaneve që janë rënu kretë tashmë. Edhe mandej Sheshi e ka mundësin me u punu, po besojmë që deri në fund qershorit ose eventualisht gjysma e korrikit me qenë i përfundu. Dhe do të arrijet me kohë, apo jo, se në fakt shumë e nevojshme gjatë verës, sidomos që... Me pas bashkat vetartë, me pa një punë të mire të mallet kryme në qytetin e Pejës, po besoj që dhe atër edhe ura që e lidhë Kapeshnisën me posin, ura e re automobilistike, do t'jetë gati përfundim, nështë asë përfundon kretë, po do t'jetë afër përfundim. Faleminderit shumë, kryetar, nëse veçanë që u pata drejt për drejt. Ka një mesazh. Do të zhbllokohet kjo çështja e parlamentit apo do të mbesim kështu? Po mbare kur do na shikoj sa të zhbllokon edhe blokon.
Po ka që e fjellon në fajin tjerëve, se ai si të dënë e blokon, si të dënë e zblokon, Varet nga vetë vendosje, po thua? po normal. Kur i ki 48 vota,